me 1.100 euro. Është thyre. Do shkojmë me 3 pyetjet e fundit tonat. Mirë, vetëm të mbesim te shtesat kushtrim, sepse nuk është ide të 100 euro. Po. Është ide të qasja politike për zhvillimin ekonomik të vendit nga qeveria. Ky është diskutimi kryesor. Se kemi edhe pyetjet e korrespondentëve që bëhet në Kosovë. Janë zoti Kurti 20 miliardë euro që i keni menaxhu nga viti 2021 si kryeministër. 20 miliardë jo. Nga 2021. Po që tash është 4 miliardë buxheti marrë s'ka qenë. 19.8 ndoshta pe llogarisim shumë shpejt. 2.4 ka qenë në 2021. Që apo vazhdojnë. Ata ma kanë trashëguar 2.4. Edhe a din çka? 512 milionë euro kanë qenë deficit buxhetor. 8% të bruto produktit vendor. Po llogarisim 20 miliardë dolari që keni qeverisë deri sot. Po flas nga marsi 2021 deri sot 19.8 miliardë janë llogari tek kështu del. Më intereson. Diskutimi kryesor është bërë pikërisht te kjo. Pse i gjithë fokusi më shumë po flas në këto shtesat, në këto ndihmë sociale e më pak po flas në investime konkrete, kapitale që zhvillojnë më shumë vende. Ky është diskutimi kryesor i ekonomistëve të cilët e njohin fushën më mirë se sa unë, sepse unë nuk jam ekspert i ekonomisë, po flas në terme të përgjithshme, që politikat që keni ndjek kanë pas një stagnim në investimet, domethënë kapitale. 20 miliardë janë shumë buxhet. Dhe po të pyes kështu direkt, çka mund të ndërrohet si arritur e madhe kapitale qeverisë së Kurti për këto 5 vite me këtë buxhet prej 20 miliardësh? Për shembull, të kaluamën kemi pas autostradat, s'm kujtohet tash ka pas projekte të tjera të cilat kanë investuar, kanë qenë investime të mëdha kapitale, por me çka mund krenoheni ju, zoti Kurti, te kjo pjesë, sa ato më herët i fole. Me çka mund krenoheni si qeverisje për 20 miliardë? Dakor, vetëm e kam një farë përshtypje që më ke ngatruar ata të opozitës. Nuk të gatroj. Po, ata kanë premtuar ashtu, s'kum premtuar ashtu. Çka ke premtuar? Po ju duhet me mat mu me premtimet e mia, jo tyne. Prandaj po them ke ngatruar me ta. Jo, nuk jam unë ata. Premtimet e pas ti e zhvillon vendin. Më lejoni, por vendi më i varfër në Evropë se diku. Inflacioni e ki 6-7%. Deficitin tregtar e ki vetë thatë më herët. Më lejoni ti vendosim faktet në vendin e duhur dhe me emrat e duhur. Unë jam Albin Kurti, kryetari i lëvizjes vetë vendosi. Unë jam Fidan Rama dhe po flas me kryeministrin detyrë. Nuk kom premtuar në projekte kapitale që zhvillon vendin përmes investimeve. A bën të lutem vetëm milion me mendimin se e dëgjova pyetjen. Tash kur po vjen përgjigja, s'po mund ta. Po keni mirë se çka. Pra, çka në raport atë çka ndodh, mos më mat me mendsinë atyre para meje. Unë ku marr në pushtet se populli s'pe i don më ata. Populli e ka bankrotuar që atë lloj mendësie. Mos mat mendësi mo, ka shku ajo. Pra s'duhet me investuar. Jo, kush po thotë duhet me prapë